Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Po s'ka nevojë fare ta bësh ashtu ti ta shtrosh tapetin me kusi, di me emrin e njëri tjetrit. Pse ta dha, domethënë këtë nuk arrita kuptoj, domethënë megjithatë ore dëgjove sot kryeministri me kryetarin e bashkisë ka shkëlqyer. Ka shkëlqyer gjithë për Açe, jo po i ftohtë. Gjithë kolegët e Egit po kandidojnë. Pëlqeu shumë. Kur do na bëjmë qeste po vllazë, gjithë po politikanë. Pëlqeu shumë aty që i tha, domethënë që të shbo mjekra si mjekra ime, se nuk e pëlqen. United Colors of Benetton. Yes, bene, më pëlqen. Janë ato të vilajetit. Po, fik. Si dhe çik hartën, si dhe çik ti bim qaf atyre. Po aty kuksi tha tim gjotha, po nuk kupton. Kur sa sai Dimali tha ti ke aftësinë e Leninit, që me 7 veta në një kohë mund të merresh vesh pa nesër që nxika. Para ditonin çik më. Po, kthjelloni. Ti mos u çvish. Si quhet kjo? I bëri mood sipas moodit të momentit ose i bëri mondin bisedës. Është pjesë. E ku ka më mirë që ta fillojmë Kaperenën kështu sot, spontane natyrë. Jo, Kaperenën me rrenat vërteta, për shembull, jo Velencin sot. Jo. Ore tha që kishte vdek Brigitte Bardot. E dëgjova. Ku i ngelja i lajmi aman. Ku i ngeli. Se që kishte një burrë që kishte bë ashtë qep, se kishte njëri që Rini të qeto njerëz, nuk ka vdekur as Brigitte Bardot dhe mbi të gjitha Fatosdano, është gjallë, shqyr, fal Zotit, Arabia, o ku ishim ne. Uroj të përmirësohet sa më shpejt. O ku ishim ne. Ne kemi nisur dhe për sot Kape Renën, që është një program që prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja dhe mbështetet ose mundsohet nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur me leje për Shqipërinë, me leje. Profesor, a mund të largojmë pak më përpara se sa shumë kam i hall. Okej, se ka 2 orë emision djalë. Profesor kam shfaqje. Na thoj hallin. Kam shfaqje. Të promovuam. Ka shfaqje sot. Po jeni në qytetin numër 1? Po, numër 1. Në teatrin Bylys, domethënë. Bylys. I lëm sot tash. Është hera e dytë jeni atje apo hera e tretë? Kjo është hera e ditë. Po sold out. Të gjitha për vërtetës, po. Po pra është për koncertin që s'ka bërë akoma Bon Jovi, sold out. Bon Jovi pritet tani e bëri turin e Worldwide 2026. Po i rregulloi kordat e zërit edhe presim në Evropë. Vajte takove, dash kompost. Po. Atëherë, të lidhet të bordi i programit, pra unë Greta, Roni dhe James Dio, aty referohesh. Po. Madje dhe Aroilda që po xhiron dhe mund të largohet 10 minuta përpara Egi që ka shfaqje në Fier. Është mundur? Duam parë tona. Mund votoni që Arditi keni çopani, ma të kutit. Un kam një pyetje. Kush duhet të ishte cili pa? Kush është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë? Tirana. Jo. Sa qyteti pra? Më i bukur në botë është qyteti Vlorës aty. Jo, më i bukur patjetër është Vlora, por unë thjesht citova një këngë shumë të njohur. Nga Tudaj For, që përgjigja ishte Fieri. Fieri, qyteti ëndrrave të mia. Dakor. Ky është numër 1 në botë. Po kjo ka qenë në 86 se Rifest. Jo numër 1. Numër 1, do të jam shumë kurioz di numër D. Por nëse e rëndësishme është që nuk doni vendin tuaj. Do të jemi akoma në muajin tetor. Ti e di se për çfarë është muaji tetor që vjen, që vlen jashtëzakonisht shumë. Po tetori roz është në gjithë botën. Është tetori zi në Shqipëri. Është tetori për leximin, po e kanë fut librin te tetori roz si mos merret njëri me librin. Kupton apo jo? Dhe panelin na zhvendosin përgjithsisht. Megjithatë, kemi edhe tetorin roz, prandaj un propozoj që vetëm për sot ta bëjmë tetorin Mavi. Con molto piacere. Okej. Një raport i kontrollit lart të shtetit, sepse për na duhen këta nuk e kuptoj asun. Punë shteti më. Auditoi periudhën 2021-2025 zbulon që pacientët denonsojnë prekosh bashkë me Faktoje. Për periudha të gjata nuk ka ilance emisionet investigative nuk ka ilance kundër kancerit, koleg. Duke vënë në rrezik jetën e qindra të sëmurëve me tumor e dashur Greta. Unë jam i madhërisëm mama, si gjithmonë. Të përshëndes. Dhe nëse do një emër me on, ta them moment. Urdhro. Asmon. Allah ta bof. Në sistemin e brendshëm të farmacisë qendrore, pra aty te QSK MT-ja, audituesit e kontrollit lart të shtetit gjetën ilaçet skaduara. Po, ndërkohë që japin njerëzve. 2 barna kimio që sipas rregullores duhet ishin azgjesuar prej kohësh. Ndërkohë për shumë të tjera gjendja në depo ka qenë
0 nga 253 barna antitumoriale të regjistruara për import dhe rimbursim, 116 nuk janë sjellë asnjëherë gjatë 4 vjeçarit të fundit. Po shqiptarët për këto lloj barnash. Po pritmë se kemi mandatin tjetër. Po kemi dhe mandat tjetër, rregullojmë tjetrin. Sipas raportit nuk ekziston kontratë aktive për disa prej barnave jetike si actinomicin, D apo Fesgo. Fesgo. Tash është Fesgo. Ndarke e ke. Okej, pasi e ndjek. I fundit I domosdoshëm për grant me kancer gjiri. Për grantet. Grat me kancer gjiri në farmacinë qendrore. Her pas here raftet kanë qenë bosh për të splodhur dhe syrin. Patjetër. Kanë kaluar 2000 aty dhe minimalizmi është. E vërtet, patjetër. Ose këto medikamente janë përdorur për diçka tjetër. Që mos vjen stok. Kanë bosh edhe për barna që në dokumente figurojnë sikur janë të ardhura, sigurisht. Tani dim ne këto, është e vjetër kjo Keli. Është e vjetër kjo tani. Sigurisht unë bëj siguri paguaj parati fusim ku? Edhe në kohën e xhaxhit njerëzit bënin sikur punonin e bënte si paguani edhe në Amerikë. Njerëzit bënin sikur punon, ai bënin sikur paguan. Nuk është ky moment. Okej. KLSH ka zbuluar se gjatë këtyre viteve janë regjistruar 49 raste vonesash në furnizimin e barnave etike. Çka ke? Futi brenda, futi. Futi popullin shqiptar, por vetëm 2 në 2 raste Fondi Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor ka vendosur penalitete. Po gjë me vëmendje, mos kujto. 47 rastet e tjera thjesht janë mbyllur në heshtje. 47 për rusët, e di ç'është? AK-47, Aleksandr Kalashnikov. Vendi ku është prodhuar automatiku. Pas publikimit të raportit, më pëlqen letonishtja juaj. Deputeti I opozitës. Na zdravi. Deputeti I opozitës Bars Pahia ka thënë se sa zë ka marrë gjusën. 46%. 46. Ose 116 barna tumoriale të autorizuara dhe etike për jetën e qytetarëve nuk janë importuar asnjëherë për periudhën 2021-2025. Ky është tempi I emisionit. Tu tregove që vlen akoma. Ministri e shëndetësisë, zonja Sala, e ftuar në podcastin e kryeministrit. Kjo është ajo që mundësia I pamundur kjo. Po, proposta zbuste situatën teksa ka thënë se duhet aksesi plot në barnat onkologjike, por me një protokoll të caktuar. Prandaj, ky ishte problemi. Super editorial, super intro. Futuni më, pse nuk meditoni? Kalojeni me meditim. Pini vaj guri. Ku të shkojmë? Na thoni ku të shkojmë? Po. Na jepni një. Ama do ti mos bëj kështu. Jo, na fa. Me gjatë le të luajmë, mbasi themi. Me gjatë le të lutemi. Le të luaj. Ç'është lajmi trisht ky? Ky është faktik si lajm, pavarësisht se ka çik ato hien ose digjesën. Faktoik quhet si lajm. Pak të rënd, megjithatë sensibilizimi është shumë I rëndësishëm. Është vërtet kjo. Dhe megjithatë, me qemi tek sensibilizimi, le të luajmë për një muaj abonim. Tring OTT është momenti që të sportifikohemi. Çfarë opinioni ke për mos ideal? Un kam një opinion kaq shumë të lartë. Disim dukesh ti apo jo. Mua më dukesh gati si ai sulmuesi gjerman I Newcastle-it. Që sapo e mori dhe kombëtare gjermane. Si e ka emrin? Nga puna vetë rreth sot apo shoqëror? Po, me monopat. Vetëm për sfiduar në shtetin, po. Megjithatë gaj diun këto gjëra për sulmuesin gjerman, se un shoh Bundesliga-n vëlla. Po si quhet ky sulmuesi? Shoh Champions League. Po Juvja. Ama le. Po ku I shoh? I shoh në Tring, më sportifiko. Ka një imazh zyrtar. Dhe dikush prej dëgjuesve tan mund të sportifikohet nëse arrin të gjejë gënjeshtrën e kësaj jave. Pra të kap Renën. Unë dhe Egi do të lexojmë nga 2 variante për quizin e kësaj jave. Gjithë duhet të bëni është të gjeni cili prej ne të dyve po gënjen. Mund na drejtojeni lirisht nëse na drejtojeni nga Shqipëria, në 069 20 70 222 u presim këtu. Dhe në +383 49 55 1144 nëse na drejtoheni nga Kosova. Dhe mos harroni që ky program ju bën të mundur të lidheni me Tring OTT një muaj. Ti shoh të gjitha ato. 31 ditë mund të dalë muaj me 31 ditë, ka dhe muaj me 28. Me 31 thon javë plus. Ju lutem me dashur bukuroshe. Faleminderit. Nën. Diti respektoj femrat, nuk jam si ty. Nën. Ky emër marr nga deti. Nën, do doja të isha pranë teje tani. Të sillja një gotë ujë. Gjithë këto vite në shërbim të njerëzimit nuk më sollën gjë tjetër veç se fyerje dhe poshtërim. Ju duket si frazë dëgjuar? Po, si teatr, më duket, si shprehje teatri. Është letra e fundit e shkruar nga shkencari I mirënjohur, shqiptaro-kroat, Nikola Tesla. Nikolaj.
Këtu është Kape Renën se serbët e qynë tyre. Ne diti si quhet aeroporti i Beogradit. Serbët çojnë të tyre dhe deltarin i lirë që e përmend çdo javë. Po, Kape Renën i themi aty. Sa bukur kanë dietin ato. Në një blog kroat në janar të vitit 2015 ka sjell përkthimin e parë në anglisht të letrës së fundit të Nikola Teslës. Letra e pretenduar është shfaqet ashtu në një artikull në gjuhën angleze, të botuar më mars të 2015-s nga gazeta serbe Telegraf.rs dhe natyrisht në shumë media shqipfolse. Dhe ky është varianti im. Ky është varianti jot, por ne kemi një variant gati shakespearian. Ka dhe një variant alternativ nga aktorët e vërtet të teatrit shëtitës. Se kam 4 orë që flas aty. Të lutem jepi. Nën. Do doja të isha pranë teje tani. Wow, mishi kokën më dallon. Do të sjellë një gotë ujë. Potencial. Gjithë këto vite në shërbim të njerëzimit nuk më sollën gjë tjetër veç se fyerje dhe poshtrim. Mos na bëj për çaj, se shumë emocionuese. Jo, nën, mbaroj. Pretendohet. Po I referojmë kryefjalës. Pretendohet. Tani është narracioni. Pretendohet se kjo është letra e fundit e shkruar nga shkencëtari I mirënjohur shqiptar-kroat Nikola Tesla. Bravo. Një artikull në një blog kroat në janar të vitit 2015 ka sjellë përkthimin e parë në anglisht të letrës së fundit, urdhroni? Jo, ababathës. Okay. Sa bukur për lexon. U babato mo. Nikolaj. Mos dilja gjëja. Mos dilja. Po tani jam në narrativ, nuk jam në interpretim. Letra e pretenduar u shfaq gjithashtu në një artikull në gjuhën ingleze të botuar në mars të vitit 2015, fali. Po inglezi ç'thot Ismail Bey? Elegata italiane. Nga gazeta serbe Telegraf.rs dhe natyrisht në shumë media shqipfolse. Por imagjik gjithmonë, rezultatet e kërkimit në Google në anglisht dhe kroatisht tregojnë se citati në fjalë nuk figuronte në internet përpara datës 1 janar të këtij viti, domethënë 2015. Pra, letra e fundit e Teslas është thjesht një rren. Okej, kush po na gënjen? Greta e bukur apo Egi apo Majmuni Hirko? Shakespearian. Njëri nga këta të dy është duke na gënjur, prandaj na shkruani dhe luani për një abonim njëmëror në Tring OTT. Ndërkohë, po. A I dini se sa zjarre ka patur këtë verë? Zjarre? Sa zjarre kemi pas gjithsej Zjarri verë? I dashurisë. 15.000. Nuk vazhdon të flër në gjirin tim. Po zgjoje pra më. Është prush që nuk jam ban të marri flak. Ti që kemë të vonë mish lart me na bëni zgar. Plot 130 vatra zjarresh, lan pas dhjetra banesa të shkatruara plotësisht. Shuten në zjarr. Të tjera të dëmtuara. Bagëtisht të djegur. Hektar të tërë pentarie të shkëmbuar. Zonat më të prekura ishin Gramshi dhe Delvina, ku dëmet prekën më rënd komunitetet rurale. Më 14 gusht të 2025-s, kryeministri Edi Rama, po shoni këtu. Okej. Lutem. Premtoi se të gjithë do të dëmshpërbleheshin për shtëpitë dhe bagëtitë e humbura. Por sipas shifrave paraprake, 207 banesa u dëmtuan, prej të cilave 40 u shkatruan plotësisht. Në 2 muaj më vonë, e ke parasysh u taku mreti me çunin e vogël të Elisabetës në Angli apo jo? E pash. Po çuni vogël se kisha venduar në një. I tha kur se çfarë ndodhi më 4 tetor? Frate I tha. M'fal, zonjush, m'fal vetëm një sekond. Kur ishte gjallë mbretëresha, të gjithë shkonin bënin atë veprimin. Po. Se bën burrat me burrat. Sepse kalon në rubrikën opinion pa dashje. Okej, se mua bëj përshtypje jam detajist. Megjithatë mos harroni që ai e takoi mretin. Dakor. Po monarkia është një sistem I tejkaluar, e ka thënë presidenti BB. Me spekter po ju ashtu. Po ju bëj sër ty. Yes. Faleminderit, nuk po përkulemi sepse jo, nuk ka nevojë, ulem unë. Okej. Para te përkulemi. Jo, lutem. Kërkojmë ndjes, na fal. 2 muaj më vonë, pra rishtazi më 4 tetor 2025, Rama përsëriti angazhimin e tij, duke cilësuar se një detyrim moral dhe ligjor procesin e konvensimit. Madje dhe oral. Madje tha se inventari është gati. E ku qëndron problemi këtu lind pyetja? Nuk e di. E thjesht, dhe tani e dini, inventari thjesht nuk është gati. A s'është gati inventari? Nuk është pra, s'kemi pas Shiko, po flet për kryeministin. As inventari se ka gati, as hartat për projektin e maleve. Po çfarë, ore tallen me kryeministrin do çfarë bëni? Po se nuk i di. Po çfarë bën se nuk kalon do po shundos kryeministri ka shumë. Ti imitosh mjekrën tjetrit dhe mos ti bësh hartën. Po çon vije keq se s'ka të kuptim tani. E kemi nista bashk kurse unë kam.
United Colors of Benetton. Është Shkodra. Ndryshe nga deklaratat e kryeministrit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile konfirmoi përfaktoje se inventari gjeje çfarë? Doni nga vetja. Inventari çfarë? Inventari kush? Inventari ende nuk është përmbyllur. Agjencia që koordinon procesin. A tha ai që u mbyll inventari këto do ta. Jo, pra, si ishte gati tha. Jam te lokali përballë. E kanë qitë mretin gënjeshtarit ata domethënë. Ecin. Urdhro. E kanë çaj kanë burg nëse themi këtë jo. Me Sarkozin me 3 libra me vete. Jepi. Sipas agjencisë, vonesat lidhen me verifikimet në terren dhe harmonizimin e të dhënave mes institucioneve qendrore dhe vendore. Përpasoj, banorët e prekur nga zjarret janë të detyruar të gjejnë zgjidhje vetë. Megjithse KM-ja e ka inventarin gati, por duket e ka vetëm ai tek ose misionin e Lulit. Zhvishëm. Kurban, u fal, na jo, fal. Luli dëgjova dhe ndalova. Ndalova, ç'a halli. Ç'a kishte Luli? E di pse ndaloj se na pa zhveshur. Ai le i bëri përshtypje. Po tani nuk I lejohet një gruaje të kënaqësit. Je më shumë se sa një grua, kështu që jepi. Jam 2 grua. Je, nuk di ç'a të them. As unë nuk e di ç'a të them. Po të përshkruaj me fjalë do ishte thjesht një fjali. Po sta bëni tani se Sarkozy ka mra. Ka mra. Po ti mund të largohesh 10 minuta para. Ja. Themi gjë tjetër dik tani. Po mund të na rikujtosh pak që kemi një quiz në këtë moment aktiv dhe ku mund të na drejtohen? Në 069 20 70 222 Xhakella Manela top 3 që pa lënza. Dhe në +33 49 55 1144. Si mendoni e ka shkruar Nikola Tesla për nënën e tij letrën e fundit përpara se të vdiste? Apo po në rreni? Njëri vetëm nga ne të dy po rren. Tash unë sekretin do ta zbuloj. Mos harroni që ky program prodhohet nga Club FM me mbështetjen e Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani është momenti im. Kap Renën. Do ta kap. Në rrjetet sociale përfshi ato shqipfolse. Po qarkullon pretendimi se John Bolton, ish këshilltari I sigurisë kombëtare I presidentit amerikan aktual, Donald Trump, ai me mustak si Stalini, I cili është kthyer në një nga kritiket e tij më të ashpër, është dënuar me burg për spionazh. Që ka si Besar Xhaferi. Është e përshtatshëm me Besar. Ky pretendim në fakt nuk është I vërtetë. Ecim, ai. Nuk duket se është keq interpretimi I lajmit të vërtetë se Bolton, jo këngëtari. Ky John Bolton. Michael e ka këngëtar. Michael Bolton. U pa ditë të enjte në datën 16 tetor, ditëlindja e kujt e 16 tetori? Është Ismail Qemali. Nuk ka rëndësi. Ka dëshmi që është Ismail Qemali. Disa thonë që e kanë 13, disa 16. 16 e vendosin për sot, domethënë sepse nuk do themin që është atit. Ka perrenën. Me akuzat e keqpërdorimit të materialeve të klasifikuara dhe të ndjeshme. Departamenti I drejtësisë, po të ishte në targa do ishte DD, I paraqiti çështjen një jurie të madhe në Maryland dhe ata ranë dakord se kishte prova të mjaftueshme për të paditur Boltonin. Ish këshilltari pritet të paraqitet për herë të parë në gjykat për çështjen këtë të premte të datës 17 tetor. Mirë thash. Ka kaluar. E ke thënë ke qa. Këtë të premte, dakord, ose të premte që kaloi. Po I shkruaj këtyre popullit që mi bëj shumë të fala. Po. Një akt akuz në sistemin e drejtësisë, ju përshëndesim. Një akt akuz në sistemin e drejtësisë amerikane është një akuz formal I lëshuar nga një juri e madhe. Të lumt. Një grup antarësh të publikun, të ngritur nga një prokuror për të shqyrtuar provat për të përcaktuar nëse një çështje duhet të vazhdoj apo po. Wow. Më pëlqejnë zanorët e juaja. Pra, në datën 16 tetor u vendos që çështja e Departamentit të Drejtësisë kundër Bolton do të shkojë për gjykim. Për të dënuar Bolton, prokurorët federal do të duhet të vërtetojnë se ai veproi me qëllim të vullnetshëm për të shkelur ligjin federal. O sa mirë. Akt akuza e ngarkon Bolton me 18 akuza për transmetim ose ruajtje të informacionit të mbrojtjes kombëtare. Se cila prej akuzave mbart një dënim maksimal prej 10 vitesh burgim nëse ai dënohet. Por tani për tani zoti Bolton është I lirë si peshk qefull në detin Adriatik, që po të gjuash ke porti 2 deri në 3.000 lekë vjetra mund të paguash që të gjuash këtë peshk. E bën ti këtë, Po. Ty të pëlqen qefulli I skuqur apo kështu I gatuar? Se kam problem fare. Dipende. Da che punto guarda il mondo tutto dipende. Dipende që ç'ke me të. Çfarë doni tani nga unë? Jo, nuk duam gjë. Unë kam kohë, nuk do iki. Edhe pak. Po pritë burr. Legjis të lehti ta përmendar, ta manga rroga. Prit se ti ende nuk e di Egi që në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, përfshir ato shiffolse. Pretendohet se një këshilltar I Partisë Socialiste në Spanjë
i cili viziton një më bëri pak për qeshur ky lajm. Një dyqan kebabi. Duhet të lexosh librin Porta del Sol. Faleminderit i prezit Kelit, janë libra komunistë unë lexoj gjithkohës to. Jo, nuk e shoh, nuk. Që ka shkuar shqiptar kanë luftuar për çështjen e natyrës atje. Pretendohet se një këshilltar pra i Partisë Socialiste në Spanjë, i cili vizitoi këtë dyqanin e kebabit për të treguar solidaritet me komunitetin musliman të Palestinën. Patjetër. Është rrahur për shkak se është homoseksual. Çfarë është më? Është rrahur për shkak se është homoseksual. Po ku po merret vesh sot aman? Sot do të vrasi bëri kafe, jo po është rraf se është homoseksual. Le ma më të lutem. Fol tamam rish tremën fol drejt. Vendase, personi që sulmohet në video është Viktor Saez, këshilltari i qytetit Saez. Si është kjo poja këtij ose po? Më falje. Po, këshilltari i qytetit kujt? Loki është i mërqeni. Loki. Këshilltari i qytetit Lorki për të rinjt, festime, turizmi dhe të drejtat e komunitetit LGBTIQ. Okej, është pjesë e alfabetit që duhet ta mësosh më mirë, po. Në fakt, përplasja e treguar në video ka ndodhur në muajin prill. Në atë kohë vetë Saez postoi në rrjetet sociale se pësoi një agresion homofobik nga pronari i dyqanit dhe kamarierët e tij. Megjithatë, prania e tij në restorant nuk synonte që Saez të tregonte solidaritetin me komunitetin musliman në Palestinën. Absolut. Asnjëherë, por thjesht se kishte marrë uria. Për çfarë tjetër mos shkoi dikush, domethënë, në një dyqan kebabi. Sipas Saez, ai ishte me një mik dhe pasi porositi një kebab, kërkoi çelësat e banjës sepse ishte e mbyllur. Çelësat nuk ja dhan dhe kur kërkoi një formular ankese, gjërat filluan të përshkallëzohen. Saez tha se pronari i dyqanit e sulmoi duke i thënë se nuk duhet i fliste vajzës së tij. Më pas e ka kërcënuar se do ta vriste dhe do t'i priste pakës fytin. Do t'i priste pakës fytin. Kurse kamarierët dolën nga pas banakut dhe filluan ta rrihnin. Padyshim që Saez e mbështet sot çështjen e Palestinës si gjithë komuniteti LGBTIQ, nuk e kuptoj pse ka shkruar kështu. Pavarësisht se është rrahur në prill nga palestinezët. Përpasoj, a e dini kush e ka fajin për këtë ngjarje? Mos u merr me detaje. Jo. E dini. Soros më bor gjithmonë ata e kanë fajin. Kjo është pak për e sigurt. Ata e kanë fajin. Mirë, unë them që pa humbur kohë me që Egi ka dhe punë, domethënë do të jetë në teatr e tjetër. Le të dëgjojmë këngë. Jo, filloj me It Parade. Po dëgjova këngë hika, po ja them. Filloj me It Parade, vëdi pest. Top 5 ka për Renan. Shpërthej Greta. Për këtë javë. Rena numër 5. Vrasja e Charlie Kirk më 10 shtator në Utah Valley University ka shkaktuar një val lajmesh rrena. Ka disa foto që qarkullojnë të vrasjes së predikuesit, të cilat pretendohet se janë hedhur në qarkullim nga FBI, por në fakt këto foto janë të manipuluara nga inteligjenca artificiale. Fotot e vërteta të publikuara nga FBI janë me kualitet të ulët dhe nuk tregojnë aq shumë detaje të fytyrës së vrasit. Sipas ekspertëve, instrumentat hetimor të FBI-s nuk pastrojnë aq bukur fytyrën, sikur me qenë bukuroshe Instagrami. Dhe hajde pastaj gjeti se ku do të me dal tjetri. Dhe ndërkohë ne këtu duke bërë tubime, protesta për Charlie Kirk, është solidarizim. Ndof, ecim. Solidarization apo solidarizim? Njësoj është, po idhjo. Rena numër 4. Atëherë, me që e kemë nxitim apo jo? Jo, unë pritë drejt tash. Këngëtarja e mirënjohur italiane. Alessandra Amoroso. Okej. Ka përgjigjëstruar në Facebook disa lajme të rreme. Në lidhje me fëmijën e saj që nuk ka shumë kohë që ka lindur. Që kena cili? Janë marrë me fëmijë. Po. Sipas carrenave të shpërndara me vrull në rrjetet sociale. Una amorosa. Po. Nostro tesoro. Morë vesh që Una ka bërë album të ri Tiziano Ferro. Vërtet? Kush është kjo? Është Tiziano Ferro vazhdon. Po, Ferro. Kush është kjo? Perdon, është albumi, po këndon dhe një këngë të Celentano. Ja. Një shkallë. Sipas arenave të shpërndar me vrull në rrjetet sociale, vajza e këngëtares nuk mund zhvillohet si duhet, madje gjendja e saj ishte rëndë. Lutem mos këndo kur themi gjëra të tilla. Po flasim për Tizianon. Amoroso thotë se ka qenë shpesh objekt i lajmeve të rreme, por kjo është pak kanë atyrë se më tjerë sipas këngëtares. Një Një nxjerr anën e vet më të keqe në rrjeta. Jo, nuk futet në detaje, por e bën të qartë se fëmijën e ka mirë. Come lamele. L'erba di casa mia. Come lamele. Ecim. Hajde shohim aty se më je pas kemi nxitim. Treshja. Rena numër 3.
Zë bë mami treba më frim nese. Para pak kohësh në Facebook janë. Pse jep benzitim, pse jep me marshën e 4 do por. Me tretën. Para pak kohësh. Me bicikletë do kisha arritur tani. Edhe sa e marr me kaq shumë gjëra do kishte dalë deri tani. Para pak kohësh në Facebook janë shfaqur pastime. Pastirma apo postime? Si dush ti më. Okej. Para pak kohësh Facebook janë shfaqur postime të ndryshme në anglisht dhe italisht, sipas të cilave Jarek Sinner, tenisti i menjor, nuk mundem. Ka dhuruar $250,000. Jarek. Po më rregu Jarek. Kujtim, më fal. Dollar në kujtim të 23 vjeçares ukrainase vrarë në Charlotte të Amerikës në 22 agosto të vitit 2025. Sa bukur e the. Ju kujtohet ajo vrasja në metro ku të pranishmit ulin kokën? Jetë mërshme ishte me gjithë. Por e kemi parë. Sinner nuk e ka ky që ka dhe Sinner me mbiemër dhe më katar. Në mbiemër nesër. Nuk e ka dhënë kurrë një donacion të tillë. Gjerman që shitet për italian. Si puna jote që shitesh për shqiptar. Po. Pra ky lajm është thjesht rren si në variantin anglez. Si në atë italian, këto lajme janë të shpërndarë nga faqet e panjohura. Dhe nuk është se tenisti ka dhënë një pjesë të parave të fituara gjatë pjesëmarrjes në United States Open. US Open. United States Properties. United States of Open. Se kemi me nxitim. Duket kemi me nxitim. Nëse doni të vini mund loj. Luhet i djes Sinneri me një austriak. Ky mëkatari me 58 minuta. S'pëlqet tenisi. Oh! Do kohë më parë u përhap me vrull skena. Vetë bëri më çati bën. Freaks me. E bëra unë? Jo, freaks me. Ku ta gjosh emisionin se do. Mos. Do kohë më parë u përhap me vrull skena një martese. Si episodit i Xhaxhit Fari. Ju kërkoj ndjes. Nuk do bësh më agresiv. Do të themi ta presim montazh. Jo, mos ta presim. Kjo është emision bio. Me zi e bëra. Atëherë, do kohë më parë çfarë ndodhi? U përhap me vrull skena një martese masive në Gaza ku burra të rritur, dhëndur, ku shkonin, kështu. Paraqiteshin duke shkuar drejt ceremonisë së martesës të kapur dorë për dore me vajza fare të mitura, të veshura me të bardha. Zgjetën derman këto. Këto fotot nxitën më shumë reagime të forta ndaj palestinezëve të rripet të Gazës, por në fakt, këto foto tregojnë një gjë krejt tjetër, shqyr. Megjithmend atë OI po bëjegin i përkasi një martese masive në Gaza, është dhe 2 herë më fal, po bëjegin. Por vajzat fëmijë thjesht shoqëruesen në këtë dasmë. Po bën dhe egin. Si vetëm mos i ndrytni kështu talentet e reja. Okej. Se unë vërtet nuk shoh sy, po e di ku i kanë veshët. E kuptova. Mos ushqe. Fotot madje përkishin vitet 2009. Ku martuan 10 burra e gra, ku vajzat ishin thjesht shoqëruese të ceremonisë krejt të veçantë. Tani u ka vetëm një hall. Interesant sa burra ka 3 ditë. Në rast të parë, i kanë zonisë bukur. O zotë të mashme. Më pëlqeu si koment. Këtu do por. Mos harroni që kemi një quiz të lutem përball, që Nikola Tesla thuhet që i ka shkruar një letër nonës vet. E dashur mom i ka thonë edhe kështu me radhë. Një gotujo ma. Aja ka shkruar me gjithmend apo është rreme? Dhe kemi lexuar 2 variante, një të Gretës dhe një të Egit. Kush e gjen variantin e rem? Ashtu ë? Më shkati më shpejt lexoj një me urime për emisionin, të lutem. Po se patëm kalon ato. Jo, ka ca batuta që janë shumë më shumë për ne, nuk janë për emisionin. Fitojmë patjetër një abonim 1 mujor për Tringo OTT, sepse ti duhet sportifikohesh nëse do të shohësh Bundesliga, kampionat spanjoll, italian. Tu do ta shpjegojmë edhe më gjerë në momentin që do të shpallet fituesi. 0. Kur të shpallen fituesi. Rena numër 1. 20-70-222 tham ja. Është Rena numër 1. Nuk e di pse mbie gjithmonë kjo. Po pse ka gjithmonë Egi Rena numër 1? Las ka xhelozia. Është nishi i Renave, është nishi i Renave. Okej. Rini të qetë njerëz. Vazhdo toze. Video e një stewardese që grindet me një pasagjere, e cila është vetëm me bikini në avion, është thjesht një skeç humoristik. Do më pëlqente tu. Në të njëjtin skeç gjejmë një aktor që sillet nëpër aeroport, ose mirë thash me aeroport, me një pul të pjekur në dorë. Nuk është me një pul. Po me një pul, po. Sa ka një drejtshkrim nuk e di. I cili thotë se e mban me vete pulën. Pasi është kafsha, po si mund të jetë pula kafshë? Po kështu thotë. Po kafshë. Dakor. Nuk është shpendi kafshë. Okej, në rregull. Do të thënë edhe domati është frut. Po më kafshë. Nuk është perim. Okej.
Pasi është kafsha mbështetëse në botën e tij emocionale, ndërsa e ha sapo hyn në avion. Ha mbështetjen e vet emocionale. Bravo qoftë. Në farë konsumon veten e vet. Domethënë metafora konsumon veten e vet. Po. Në këtë sketch me bikini, ftohet nga stewardesa të mbulojë me një farë batanie. Kanë në avionat japin batanie. Po nëse ti konsumon veten e vet, nëse ha veten, a dyfishohesh apo përgjysmohesh? Varet, a jam vegetarian apo jo? Po ti je vegetarian do ashtu, se ka protein po ti. Me që na hape këtë, mund të të bëj një pyetje? Po më zhvishëm. Se ta vegetarianët e mbajnë veten si njerëz lart, se nuk kanë kafshët, por u han ushqimi kafshëve. E di, po është analizë, nuk ja vlen ta bëjmë këtu. Se bëjmë atë. E di, edhe unë kështu mendoj. Po s'kemi çfarë të bëjmë. Po jo, po nuk japim dot shpjegim. Në këtë sketch, vajza me bikini. Mësoj sikur ti je pro peshqve dhe tash karema. Domethënë s'ka lidhje. Sa të mirë që janë ato koranat, që gjujmë edhe i ham. Po krimbat? Ato për Koran qun. Koran, ëh? Po Koran. Ashtu, jo Koran, Koran. Kjo është raciste. Pse? Po, ti thua Koran me krim. Kim Jong-un thash Koran. Koran i veriut. Ju gjuani me Koran veriut. Nëse nëse intereson kam dy fjali në të kundërt. Lexo. Jo, por ju son se kam problem fare. Të lutem por favor. Në këtë sketch të dashurit e mi, vajza me bikini ftohet nga stewardesa të mbulojë me një farë batanie. Kjo është arsyeja që kërcet sherri. Pasi pasagjeria thuaj e zhveshur, thotë se në këtë mënyrë cënohet liria e shprehjes, pasi në tabelat lajmëruese përpara se të hypin në avion, askund nuk thuhet që nuk lejoj do të jemi rrobë banjo. Ka drejt Allah. Të drejtë ka. Edhe mund t'ja masim. Nesër do ikim tu thojmë tu do. Apo e themi nudo në nudo, patjetër. Po s'kemi pse, rrobë banjo. Dolomesh, lakuriq. Si të ka bër nëna jote? Dhe nëna e Nikola Teslas madje. Patjetër. Në këtë sherr përfshihen edhe pasagjerët e moralshëm. Të tipit. Por është porn. Po pra. Në fund të fundit, kush nuk do dëshironte të u thonte me ose pranë një gocë me bikini? Unë. Asun. Ti e bën shpesh Lalet Karastis ndonjëherë? Po, më qelloj burr. Me bikini. Seriozisht? Po. Më pëlqen shumë. Prandaj do frap. Jo, pra ne ke bën nga dyert një javë tre tani. Pash një foto të Egit me bikini sot. Unë e shoh për ditë. Shime ka njerëz që më shohin për ditë. E kuptoj, nga që i poston për ditë. Shikoj nxjerr gjithmonë produkte Stine. Po, kjo ishte tmerrshme. Sot ishte shumë vakt, na ishte rush. Kalesi, prandaj që humori i bukur, se duhet ta egzageruar, se pasi s'u humor. Është thjesht lexoj tekstin ai shnet. Faleminderit për pjesëmarrjen tënde të jashtëzakonshme në këtë program. Po ta kishim lexuar edhe një herë këtë quizin, pse jo? E lexojmë. Okej, lexoj shpejt. Hajde ta lexojmë shpejt. Okej. Nën do doja të isha premteje tani, të sillja një gotuj gjithë këto vite. Ta bën nga inati vëlla. Në shërbim të njerëzimit nuk më sollën gjë tjetër veçse fyeri dhe poshtërim. Kjo është letra e fundit e shkruar nga shkencëtari mirënjohur shqiptar kroat, Nikola Tesla. Apo shkencëtar. Shkencëtar kërkon gjës. Shkencëtari. Një artikull në një blog kroat në janar të vitit 2015 ka sjellë përkthimin e parë në anglisht të letrës së fundit të Nikola Teslës. Letra e pretenduar shfaq gjithashtu në një artikull në gjuhën angleze, të botuar në mars të 2015 nga gazeta serbe Telegraf RS dhe natyrisht në shumë media shqiptare. Ky është varianti im dhe nami u bëft. Varianti i Egit. Nën. Do doja të isha pranteje tani. Të sjellja një gotë ujë. Gjithë këto vite në shërbim të njerëzimit nuk më sollën gjë tjetër veçse fyerje dhe poshtrim. Pretendohet se kjo është letra e fundit e dërguar ose e shkruar nga shkencëtari i mirënjohur shqiptar kroat Nikola Tesla. Bukur. Në një artikull ose më saktë në një blog kroat, që e thithë mirë. Po, të janarit të vitit 2015, kohë gështenjash, adun çertë punte, ka sjellë përkthimin e parë në anglisht të letrës së fundit të Nikola Teslës. Kjo letër e përmendur u shfaq gjithashtu në një artikull në gjuhën angleze të botuar në mars të vitit 2015 nga gazeta serbe Telegraf.rs. Dhe natyrisht në shumë media shqipfolse, por rezultatet e kërkimit në Google në anglisht dhe kroatisht hrvatska tregojnë se citati në fjalë nuk figuronte në internet përpara datës 1 janar të vitit 2015. Pra, letra e fundit e Teslas është thjesht një rren. Atëherë kush po na gënjen? Egi apo Greta? 06920702222 dhe plus 33 49 55 144 nëse na drejtoni nga Kosova. Ne mos harroni që jemi për sportifikim. Ndërkohë një doktoresh më shkruan Egleni
Po. Egleni bën ca video me bikinin në balkon që të turpron nga të qeshurat. Ua, faleminderit doktoresha. Faleminderit doktoresh Irma. Përshëndesim doktoresha patologësh. Po, jo. Tash ti shkoj mirë pra. Jo, ti mund të shkosh të bëj analizat shtrin tok më një herë, domethënë. Por tani do të bëjmë një shkëputje, do marrim pak frymë dhe pastaj do të tregojmë se cilët janë fituesit e vërtetë. Dakor. Kape Renën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kape Renën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Jemi rikthyer sërish në Kape Renën, por na ka ikur Egi. Po. Por kemi mesazhe të shumta që na kanë ardhur për kuicin ton, apo jo? Më thuaj një ato, fillojmë ato urime për emisionin ose keni je i jashtëzakonshëm. Ose nëse nuk kanë ardhur, ha të shkruani një gjë për urime për emision. Keq. Adri Korç ka dërguar diçka. Me ka dërguar Adri Korç, më sa ty e kisha gjithë ficin. Ua, çeka. Pas ka një ankesë, më duket. Të tipit, jepi, lexoje. Po, është një muaj oferta, Adri. Një muaj oferta është për Tringë. Për Tringë OTT, domethënë është një super fushat. Një muaj do të kontaktojmë pas pak Adri që ta sqarojmë këtë situatën, sepse Adri është fituesi i muajit të kaluar. Okay. Në episodin parë në mos gaboj. Po mirë, mos u merr me të shkuarën, merr me të ardhmen. Po pra isha duke e kthyrur. Megjithatë kanë ardhur shumë sugjerime, shumë. E ke thënë vetëm 3 herë deri tani, domethënë po. Po, kam thënë disa herë sepse duhet të shfokusohem nga fakti që gënjeva unë. Edhe mos prap ti u bë java e 4 e 5 të radhës që gënjen, por nuk është e drejtë. Megjithatë, çka duhet të ndodh? Të zbërves kjo punë, domethënë, po nejse. E ka gjetur, dikush e ka dërguar këto mesazhe. Më thuaj. Letra nuk ekziston. Egli e ka të sakt, vajza nuk ekziston. Vajza po rren, sepse letra është thrillimi i internetit. Ju uroj gjithë të mirat. Ekziston dhe është e bukur pikë, domethënë me qira fjala. Ju uroj gjithë të mirat grupi nga Tirana. Quhet Thanas Fushi fituesi, numri i telefonit të vet është me 247 në fund. Po, unë thuaj edhe numrin e plot edhe të fillojnë ta marrin këto të që shesin dyshek. Po mirë, 069 20. Jo. Urime, ke fituar Thanas një muaj abonim në Tring OTT. Dhe tjetër Keli, çfarë ndodh me këtë lloj abonimi? Me këtë super fushat Tring thotë duhet të sportifikohemi për sezonin spektakolar 2025-2026. Është platforma më e madhe televizive dhe sportive në Shqipëri që sjell ekskluzivisht kampionatet sportive më të forta në botë, si Champions League, UEFA Super Cup, Serie A, Kupën dhe Superkupën e Italisë, Bundesliga 1 dhe 2, Superkupën e Gjermanisë, si dhe resia e sezonit, NBA, MotoGP, Superliga Portugeze dhe jo vetëm. Transmetime live, content për gjithë familjen. Filma, serialet më të fundit, premiera ekskluzive në çdo kanal mbi 13.000 evente në video on demand, cilësinë absolute 4K. Por edhe më tej, po doni. Prandaj abononi se do ngeleni. Por ka një ofertë promocionale duke nisur nga 10.900 lekë dekoderin dhe merrni dhurat për abonimet 12 mujore. Dhe shihoni përvojën më të plot sportive dhe katalogun më gjithëpërfshirës. Dhe mos harroni moton e gjithë vitit. Atëre u kry. Sportifikohuni dhe bashkë me sportifikimin ne po mbyllim këtu Kape Renën që është një prodhim i Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe që mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani të vijon te ti apo? Jo, por im kështu siç jemi se na iku ai që na mblidhen. Po më refuzon? Jo, ju mblidhja unë zakonisht. Tash ta bëja sërish. Mirë, po shkëtegenti. Tjetër, jo, nuk shkon. Kape Renën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.